Spektakli më jetëgjatë dhe më i dashur i humorit në Shqipëri, Portokalli, është rikthyer me sezonin e tij të 45, duke premtuar edhe më shumë të qeshura për publikun brenda dhe jashtë vendit. Me mbi 1000 shfaqje ndër vite dhe mijëra orë transmetimi të mbushura me humore duartrokitje, ky produksion vazhdon të mbetet një pikë referimi në skenat dhe ekranet shqiptare. Sezoni i ri rikthen simbolin e njohur të semaforit Portokalli, që prej kohësh përfaqëson dilemën mes ndalimit dhe ecjes përpara, një metafore goditur për realitetin shoqëror që trajtohet në skeqe. Përmes batutave therse dhe ironisë së holl, aktorët sjellin në skenë problematika aktuale, duke vendosur përballë personazhe që pasqyrojnë hallet dhe sfidat e përditshme të qytetarëve. Krahas emrave më të njohur të humorit shqiptar, këtë sezon do t'i bashkohen edhe figura e personazhe të reja, të cilat pritet të sjellin energji të freskët dhe histori plot humor për të gjithë familjen. Së fundmi, faqja zyrtare e Portokalli në Instagram ka bërë të ditur se në shfaqjen e kësaj jave do të jetë e ftuar opinionistja e Big Brother VIP 5, Monika Kryemadhi. Shfaqja e parë mbahet më 25 shkurt, ora 19 në studiot e Top Channel në Kashar. Biletat mund të sigurohen pranë studiove të Top Media në Arena Center ose online.